Mirëmbrëma dhe mirë se vini në episodin e 2 të podcastit Rënj. Ky podcast, siç e thash në episodin e parë, synonte të fillonte në një moment tjetër edhe në rrethana pak më ndryshe, pak më të qeta, por protestat që po zhvillohen tashmë prej më tepër se 2 javësh, kemi hyrë në javën e tretë në Tiranë dhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe në diasporë, na kanë bërë që të zgjedhim të fillojmë këtë seri podcastesh pikërisht duke mbuluar tematikën e protestës. Këtë gjë nuk do ta bëjmë duke folur nga brenda, pra nuk do ta bëjmë duke mbuluar protestën nga Tirana, por më tepër duke mbuluar protestat që po zhvillohen në diasporë. Javën që kaloi kemi folur me Devisin, i cili jeton në Gjermani edhe ishte një prej iniciatorëve të protestave në Munich. Një nga protestat e para që janë zhvilluar në diasporë. Kësaj jave do kemi të ftuara 3 vajza shqiptare, të cilat me histori të ndryshme janë rritur ose kanë lindur në Itali, edhe jetojnë prej vitesh tani në Itali, në rajonin e Toskanës, edhe do vinë do na flasin për protestat që kanë zhvilluar në qytete të ndryshme të Italisë. Ka pas protestat në Firenze sigurisht, në Arezzo, në Pisa edhe në qytete të tjera, për protestat që do vinë edhe janë duke organizuar tashmë në Toskana, edhe për arsyet pse ato kanë zgjedhur të mos heshtin, por të bëheshin pjesë aktive edhe të mbështesnin protestat që zhvillohen në Tiranë. Pra, si që thash, do bisedoj me 3 vajzat, quhen Senka Majda. Senka vjen nga Tirana, ka studiuar në qytetin e Pizës, në mos gaboj, po ndoshta mund më korrigjojnë nëse e kam thënë gabim. Jeton në Itali që kur ishte e vogël, kur prindit e saj kanë zgjedhur të zhvendoseshin nga Shqipëria, si prindit e shumë shqiptarëve në fillim të viteve 90. Edhe janë zhvendosur nga Tirana në rajonin e Pulës, ku ajo ka jetuar familjen e saj edhe për studimet, pastaj është spostuar, është zhvendosur në rajonin e Toskanës. Do kemi edhe Ornella Poçin, ka një histori pak më ndryshe. Ornella është rritur në Shqipëri, ka lëvizur prej Shqipërisë, më saktë prej Lushnjës në vitin 2006. Pra ka 20 vite që jeton në Itali, drejton menaxhon një biznes familjar, edhe ka 2 fëmijë dhe tregohet si një qytetare e thjeshtë që ka zgjedhur të mos heshti edhe të jetë edhe e gatshme të kthehet në Shqipëri në momentin që sistemi që nuk i pëlqen ose politika që nuk i pëlqen asaj si shumë shqiptarëve të tjerë tashmë do ndryshonte. Pra ka zgjedhur të mbaj shpresën në këtë dhe t'i bashkohet protestave. E ftuar atje e tretë, por jo e fundit nga rëndësia, quhet Sara Galliu. Sara është një vajzë e re, është 24 vjeçe, studion po vazhdon studimet e masterit në marrëdhënie ndërkombëtare në universitetin. Do ta pyesim se nuk jam i sigurt për cilin universitet bëhet fjalë. Gjë interesante është që Sara, 24 vjeçe, ka lindur në vitin 2002 edhe ka lindur pikërisht në Itali. Pra prindit e saj janë zhvendosur nga Shqipëria në Itali, edhe Sara nuk ka jetuar asnjë ditë të vetme në Shqipëri, përpos sigurisht pushimeve që mund të ketë, që mund të bëj vit për vit, sepse e thotë që shkon vit për vit në Shqipëri, edhe pikërisht kjo afërsi me atë dheun ka bërë që ajo t'i bashkohet edhe t'i mbështesi fuqimisht edhe duke organizuar protesta në jashtë Shqipërisë, pra në Toskana, pra të mbështesi protestat që po vazhdojnë në Tiranë. Për pak do t'i prezantoj, por dua t'i falenderoj një herë
një nga një dhe të treja bashk për pranesën, për pranimin e ftesës që i kam bërë unë, edhe sigurisht edhe për aktivizmin e tyre, për dëshirën për të qenë në krah të adheut edhe të vendit të tyre, edhe pse kanë kaq shumë vite që nuk jetojnë më në të, ose nuk kanë jetuar kurrë. Kjo na tregon ndoshta edhe një herë që largësia jon nuk është domosdoshmërisht shkëputje nga adheu. Edhe ky është synimi pikërisht i podcastit Rënj, që do të krijojë një urë lidhëse mes Shqipërisë ose trojet ku shqiptarët jetojnë edhe diasporën. Po filloj regjistrimin. Pra jemi këtu me Senkën, me Ornelën dhe me Sarën. Ju falenderoj edhe një herë, pasi e bëra në privat, po e bëj edhe tash kështu zyrtarisht. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen, falenderoj që keni pranuar ftesën edhe për këtë podcast. Do filloja një herë duke ju dhënë llafin një nga një për të bërë një përshkrim shumë të shkurtër, po për juve se çfarë bëni, se nga jeni, nga vini, ku jetoni e tjera. Pra Senka e kam thënë edhe çpari, po nuk isha i sigurt se ku kishe studiuar ti, ku kishe mbaruar studimet, në cilin qytet të Italisë ke mbaruar studimet, edhe për çfarë? Në Siena. Në Siena kam mbaruar universitetin për shkenca politike dhe relacione, me thënë, diplomatike. Okej, shumë bukur. Për ku tash i banon në Firenze? Tani banoj në Empoli, po puna edhe intereset më çojnë në Firenze dhe në gjithë Toskanën, domethënë. Kështu që jam shpesh në Firenze për intereset e mia, për shoqata që kam e për punën. Çfarë punë bën, se më duket se ma kishe shkruar, po që mos të bëja gabime edhe në këtë pjesë, të doja që ta shpjegoje ti, sepse ti merresh me shoqata të ndryshme për të drejtat edhe për interesat e emigrantëve, apo jo? Atëre, unë jam marrë gjithmonë me të drejtat e emigrantëve, sidomos me të drejtën e në shtetësisë italiane, sepse si gjenerata e dytë e emigrantëve kemi marrë përsipër, domethënë këtë çështjen e ligjit mbi nënshtëtsinë italiane, edhe kjo pastaj edhe eksperienca ime më ka çuar drejt kësaj pune, domethënë drejt këtij profesioni që është bërë pjesa ime, domethënë pjesa e historisë time, personalitetit tim, identitetit tim. Kështu që tani për tani kam kohë, domethënë, që merrem me drejtat e migrantëve edhe me shfrytëzimin me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në një sindakatat më të mëdha në Itali, dhe plus që merrem pastaj me gjithë shoqatat e mia, me thënë, një interes që unë kam marrë 100% veten time, sepse besoj që nga që i kam ndjerë mbi veten time gjithë këto problemet e racizmit, e paragjykimeve, e kam dash ti hec përpara edhe në anën profesionale, domethënë në anën në çdo anë, domethënë. Shumë drejt. Sa ishe ti kur ke vajtur, ose më saktë kur prindërit e tuaj janë shkëputur nga Shqipëria? Kam qenë 8 vjeç. 8 vjeç, okay. Erdhëm në jugun e Italisë, në Puglia, në një qytet vogël. Prindit e mi jetojnë gjithmonë atje, po unë kam ardhur këtu në Toskanë, mbarova shkollën e mesme atje, pastaj u erdha në Toskanë për të vazhduar studimet. Po. Shumë jo, e ndaj një histori pak a shumë të ngjashme, se unë kam ose më saktë prindet e mi janë zhvendosur nga Shqipëria kur unë isha vetëm 3 vjeç, kështu që e kemi jetuar, ti ndoshta ke jetuar pak më shumë se unë, po Ornela, Sara ty po të le për të fundit, po se ka një arsye pse po të le për si zëri fundit. Ornela, ti ke një histori pak më ndryshe, nuk
nuk e di, ndoshta i ke mbaruar studimet, por nuk e mbaruar studimet për shkenca politike. Kjo që po bën tani është thjesht një dhunti ose një dëshirë për tu angazhuar dhe për të qenë pranë Shqipërisë. Më tregosh shkurtimisht vetëm për veten tënde dhe pse ju afrove kësaj çështje dhe pse po e bën. Atëherë, unë kam mbaruar shkollën e mesme, dhe vendosam në Itali 20 vite më përpara. Kam praktikuar për gjuhët e huaja në Tiranë dhe rezultati ishte i mirë, por pavarësisht gjithave pash, domethënë që gjendja nuk ishte shumë, më ofronte shumë, domethënë mundësi për një jetë më të mirë dhe detyrova që të emigroja pikë vendit. Një gjë shumë më fal. Po, vazhdo. Edhe jam këtu tani, domethënë nuk është se kam ndonjë shkollë ose kam mbaruar universitetin, por domethënë dashuria për vendin tim edhe mungesa e prindërve, familjarëve dhe mungesa për domethënë malli për vendin tim është kaq i madh që unë e bëj këtë gjë me gjithë shpirt edhe me gjithë pasion, domethënë jo sepse kam ndonjë për shembull ndonjë interes për politikë, ndonjë interes, e bëj vetëm thjesht për Shqipërinë, për vendin tim dhe për shqiptarët. Edhe kjo është një gjë që na lidh pothuajse të gjithëve, që çdo gjë që bëjmë për Shqipërinë, sepse tash është edhe vërtet që neve në vendet ku jetojmë kemi ndërtuar edhe jetën e përditshme me familjet, kështu që çdo gjë që bëjmë për Shqipërinë sigurisht na vjen edhe na buron nga dëshira nga dëshira për t'i bërë mirë vendit se nga vim. Duke folur për familjen ti, më ke thënë që ke dy fëmijë, një pak më i madh, një nuk e di tash janë vajze. Kam një djalë që është 17 vjeç, që ka lindur këtu, domethënë të dy fëmijët ka lindur këtu. Kam edhe një vajzë 8 vjeçe që vazhdon shkollën, domethënë rritet këtu, po sado unë gjithmonë i kam dhënë atë turizmën e Shqipërisë, domethënë ata e duan Shqipërinë, flasin shqip shumë mirë. Pyetja që do të bëja unë tash ishte flasin shqip kalamajt? Flasin shumë mirë shqip edhe ndonjëherë rri me gojë hapur sepse gjejnë ca fjalë që nuk ka merr dot as mendje, domethënë se ku i kanë gjetur, por flasin që do shumë mirë shqipe. Shumë mirë. Edhe e kam gjithmonë, e kam dashur, domethënë gjuha e parë që fëmijët e mi kanë mësuar ka qenë shqipja, pastaj kanë mësuar italisht. Edhe më them me këtë ngulje shumë të madhe. Shumë mirë, është gjë më e drejtë dhe gjë më e mirë që mund t'i bëj. Unë kam dy fëmijë për vete, janë shumë të vegjël akoma, i madhi është 4 vjeç, i vogli është 6 muaj, kështu që i vogli nuk di të flasi, por i madhi gjuhën e parë që kam mësuar ka qenë shqipja dhe besoj se të gjithë që sot edhe gjithë gjeneratat që do vinë duhet ta mbajnë këtë gjë, sepse është gjëja që ndoshta na afron më tepër me Shqipërinë dhe me dheun ton. Për të kaluar tash pak ke Sara ti ke një histori pak më ndryshe se ajo e Jona. Ti nuk ke ikur nga Shqipëria, ti nuk ke jetuar kurrë në Shqipëri. Ti je 24 vjeç, e thash që studion në master për marrëdhënie ndërkombëtare në Firenze? Po, në Firenze. Në Firenze. Po ti s'ke jetuar kurrë në Shqipëri. Çfarë nga të buron kjo dashuria edhe kjo dëshira për t'i bërë një shërbim të mirë Shqipërisë? Nga dashuria që kam patur për vendin dhe fryma që më ka dhënë prindrit ndaj vendit tim, që unë kam djerë për herë vendin tim, pavarësisht se jam lindë dhe rrit këtu, për herë kam qenë më shumë më afër me Shqipërinë, le të themi, se sa me Italinë. Edhe gjua parë që kam mësuar unë pikërisht siç po thoshte edhe Ornela, dhe unë shqipen kam mësuar pavarësisht se kam lindur këtu. Edhe familjen time që kam në Shqipëri, që shkoj shpesh, domethënë me takuar. Shumë mirë, pra faleminderit për prezantimin. Tash do kaloja direkt ke pjesa që
na intereson për pjesa ke tematika që për të cilën duam të bisedojmë sot. Siç e thash më përpara, Ornela, Sara dhe Senka janë involvuar shumë në organizimin dhe në inicimin e protestave që janë në mbështetje të asaj që po ndodh në Tiranë në rajonin e Toskanës, pra kanë bërë protesta në qytetet e Firenzes, në Arezzo, në mos gaboj. Këtë nuk e kam nga ju, po ju ndjek vazhdimisht nëpër rrjetet sociale, kështu që disa e di. Keni bërë edhe në Pisa, sepse herën e fundit që kemi folur ishit pikërisht në Pisa. Edhe po organizoni tani në këto ditë një protest në Prato, që është qyteti ku, nëse mund ta them, ku banon edhe Sara. Edhe është, nëse mund ta them edhe këtë, un jam rritur afër Pratos, edhe besoj se është një shërbim shumë i madh që i bëni edhe komunitetit shqiptar në zonën e Pratos, Pistojës, edhe Shqipërisë në përgjithësi, për të treguar, siç po tregojmë gjithandej nëpër diasporë dhe në Shqipëri, një qytetërim që ndoshta më përpara nuk na e besonte kush. Senka, për ty, urdhë? Jemi duke përgatitur protestat e radhës edhe në Luka, edhe pastaj shpresojmë edhe në Pistoja. Shumë mirë, domethënë komunitetin Toskana që janë ka super aktiv. Kjo më bën shumë krenar vërtet. Pra për ty, Senka, juve keni filluar të organizoni protestat, pra direkt mbas fillimit të protestave në Itali, në Shqipëri. Për të filluar pak nga pjesa teknike, ka qenë e vështirë ose është e vështirë, po hasni vështirësi për t'u marrë me autoritetet, si ka qenë organizimi në përgjithësi, grupi organizues, keni hasur vështirësi të ndryshme, apo ka qenë çdo gjë pa probleme të mëdha. Edhe një gjë tjetër, pjesëmarrja. Sepse pjesëmarrja është shumë e rëndësishme. Ka qenë pjesëmarrja ajo që prisnit, ka kaluar prishmëritë tuaja, ose nuk do të pyes nëse ka qenë më pak se ç'prisni, se nuk besoj. Atëre, unë jam mësuar duke organizuar protesta, sepse për atë angazhimin tim, domethënë nuk është një gjë normale. Prandaj kisha edhe kontaktet, domethënë nga ana teknike, operative, më vjen thjesht. E vetmi dyshim që kisha ishte pjesëmarrja. Edhe me autoritetet lokale, domethënë me policinë, me gjithë këto jam super kontakte dhe kanë qenë në super bashkëpunim me neve, njohim, kështu që protesta e parë ishte një gjë me vërtet thjesht. Lindi me një grup të vogël, domethënë personash, pastaj u përhap kaq shumë, njofta Ornelën, njofta Sarën, në një grup social, edhe pastaj nga një gjë e vogël u bë diçka, një rrjet me frymë shumë të madhe, me energji shumë pozitive, dhe pastaj gjërat rrjedhën u zhvilluan vetë, domethënë, u zhvilluan vetë. Me pak gjëra, se nuk është se kemi shpenzuar asnjë gjë, edhe këtë dua ta sqaroj që asnjë nga ne s'ka interese, nuk ka financime, nuk ka suport, edhe për të bërë këto protesta nuk është se duhet kush e di se ç'a, unë vetëm kam shpenzuar 20 euro, 50 euro për të bërë kartelat, ato parrullat, pankartat. Pastaj amplifikatorin, atë boxin, e mora nga një, po e more, mund të kesh marrë me që ishte një gjë shumë e thjesht, edhe nuk isha parashikuar të drejtën 100 vet, po për mua ishte rëndësishme ta bëheshim. Pastaj erdhën mbi 500 vet, edhe biles në një pikë të protestës kemi arritur edhe 1000 vet, sepse ajo Piazza della Signoria afër bashkisë të Firenzes ishte plot, mbushur. Protesta u bën në Piazza della Signoria. Po.
Piazza della Signoria që është sheshi kryesori i Firenzës, ku ndodhet edhe Palazzo della Signoria. Shumë bukur. Ishte një pamje madhështore, shumë emocione, nuk e priça, them drejtën, edhe se njerëzit prishin që të kishte më shumë njerëz, por për një gjë që, me thënë, që organizua me pak mjete, edhe me pak veta, sepse ishim neve, Ornella, pastaj erdhën disa veta, po prap ishim 3-4 persona, do me thonë, që u aktivizuan nga ana teknike, por doli një gjë me vërtet për mua ka qenë shumë e rëndësishme, edhe suporti i disa organizatave italiane ka qenë i rëndësishëm, si Legambiente, Fridays for Future, që merre me mbrojtjen e ambientit edhe ishte rëndësishme për t'i dhënë edhe atë, domethënë, frymëzimin e duhur, atë pastërtinë e protestës, domethënë pa politikan, pa parti, edhe pse më kanë marrë në telefon për të marrë pjesë, unë i kanë thash jo, sepse kjo gjë mund të instrumentalizohet. Nuk ka qenë e thjeshtë, sepse ti thuash jo njerëzve duket sikur po i bllokon, domethënë sikur nuk i do. Por megjithatë disa nga ato kanë ardhur pa atë xhaketën e politike, domethënë kanë ardhur thjesht si njerëz. Kishte disa italianë që folën, morën fjalën, na dhanë suport, vetëm për Shqipërinë duke bërë edhe shumë kontinente. Nga shoqatat shqiptare aty në territor ka pas interesim, kanë marrë pjesë, edhe pse jo ndoshta nën petkun e shoqatës direkt, po personalisht pjesë drejtuese të shoqatave të ndryshme. Po, kanë qenë bashkë me ne, edhe se pastaj nuk dolën, se unë vura këtë limit, do me thënë që mos mershin simbole, ose parulla, ose flamujshet, do me thënë, tregojshin që i përkashin shoqatave ose organizatave, sepse kjo kishin frikë që të merresh keq edhe nga njerëzit, që mund të instrumentalizohen. Po, ishte Arci, kanë qenë një organizat amerikane, që ka kohë që rrinë në Firenze, edhe ato erdhën sepse morën vesh që ky projekt kishe të bënte me Trumpin, edhe ato kanë protestuar për herë kundër politikave të Trumpit, edhe kishin qef, do me thënë, t'jepshin suportin e tyre. Them drejtën, ishte një gjë, edhe kam bllokuar pastaj atë ardhjen e disa njerëzve që nuk, domethënë ishin çik, domethënë shumë të ekspozuar, shumë, domethënë të njohur, edhe mund të krijoheshin disa probleme, kështu që kush ishin këta, nëse mund të pyes ose nëse mund t'i tregosh? Ishin disa parti italiane? Edhe parti italiane. Parti italiane edhe një kolektiv punëtorësh që deshin të vishin. Tani normalisht protesta është e hapur për gjithë, ne s'mund t'i blokojnë, po vetëm e thashin që se doni të vini, hajdeni me atë bluzën e juaj, si persona, si popull, pa bërë, do me thëmë, pa bërë fushat. Po, faleminderit. Ornella, ti siç tha Senka, ti je bashkuar në Firenze, besoj, me ta? Domethënë nuk njihesh përpara. Po, në Firenze. Jo, nuk njiheshim, pas të njoftimin, domethënë që ishte vënë për protestën dhe ishte thash se jam shumë, domethënë, për vendin tim dhe nuk e mendova 2 herë, kontaktova me Senkën dhe u lidhëm, i thash Senkës për çdo gjë që do të kesh nevojë, unë jam këtu, më thuaj dhe të ndihmoj njëra tjetrën. Shumë mirë. Dhe kështu pastaj robi gjëja. Ti je rritur, domethënë ke kaluar ndoshta nga ne të 4 je ajo që ka kaluar më shumë kohë në Shqipëri, e ke parë Shqipërinë si një rritur, jo si një fëmijë, edhe ke ardhur në Itali, ke jetuar Italinë
në përditshmërinë e saj. E parë nga pikpamja jote, nga pikpamja e protestave, si kanë reaguar njerëzit, sidomos italianët do thoja, populli italian aty rreth e përqark, si kanë reaguar kur ju kanë parë juve duke protestuar? Kanë pyetur se për çfarë protestohesh, janë treguar të interesuar, ju kanë mbështetur në një farë mënyre? Atëherë se unë kam një aktivitet edhe sa doli kjo gjëja që pam në për televizore, që përva të lajmi direkt në Shqipëri, fillova që po flisja pak me klientët e mi edhe sepse këtej në Itali ka akoma që njerëz nuk e di që pse protestohet në Shqipëri, pse ka ndodhur gjithë kjo gjë, edhe sepse mediat nuk flasin, nuk vazhdojnë akoma të flasin. Edhe më kanë përkrahur jashtë mase edhe nuk e prisja që biles kanë ardhur dhe në protest disa nga klientët e mi. Nuk e prisja këtë gjë, madje kanë folur edhe janë emocionuar, na kanë komplimentuar për këtë gjë. Çdo ditë na komplimentojnë që jeni një popull për t'u admiruar, jeni shumë bravi që keni bërë këtë gjë. Neve nuk arrim do të organizojmë që keni bërë ju. Juve doni e tregoni që ju e doni vendin tuaj dhe neve ju admirojmë me gjithë mend. Për të dhënë pak kontekst se në Itali unë sigurisht vazhdoj të ndjek mediat italiane, vazhdoj të ndjek mediat zakonshme, vazhdoj të ndjek në për rrjete sociale që ndodh në Itali edhe kam vënë re faktikisht që në këtë moment jemi bërë si të themi pikë referimi për qytetarët italianë, sepse ata shohin që nuk arrin në një farë mënyrë të organizohen edhe të shprejnë vullnetin e tyre të plot, ndërsa na shohin neve që kemi zbritur jo vetëm në Tiranë, por në gjitha qytetet, në shumë qytete të Shqipërisë, në shumë qytete të Europës për të shprehur atë mlefin që kemi. Ndoshta ai mlefi që vjen nga që kemi ne është edhe një gjë pak më e gjatë, pak më e trashëguar, ka shumë më shumë kohë që mblidhet edhe kemi arritur tash në një moment ku ndoshta shoqëria në Shqipëri është edhe pjekur për ta shprehur, po jo vetëm në Shqipëri, edhe shoqëria jashtë. Thjesht kod një pyetje, një kuriozitet im, kur ke vajtur në Itali në 2006, në sa vjeç ishe, nëse mund të të pyes? 19 vjeç. Çfarë ndryshimesh ke parë, domethënë atëherë kur u zhvendose, nuk flasim për momentin aktual, po në 2006 kur lëvizën nga Shqipëria në Itali? Në fillim ka qenë çik e vështirë sepse po vjen nga një vend tjetër, kisha lënë familjen që nuk isha mësuar, ishte çdo gjë e re, pavarësisht se gjuhën e dija, nuk kisha një problem. Por çdo gjë ishte ndryshe, kishte shumë rregulla komplet ndryshe nga mënyra se si ishte mësuar neve të jetonim në Shqipëri. Për çdo gjë, për spitalet, për çdo lloj administrate, për të gjitha gjërat, është komplet ndryshe nga realiteti jon, siç vazhdon akoma dhe në ditët e sotshme, që jemi në 2026. Po. Okej, faleminderit Ornella. Tash do filloj një bashkëbisedim të shkurtër me Sarën, që e para e punës të përgëzoj sepse ke me aq sa mund të kuptoj unë, ke një theks super të pastër. E komplimentet ty, por më shumë komplimentet e prindërve që ta kanë rrit me gjë. Okej, atëherë ke komplimentet atëherë i shkojnë gjitha gjyshërve. Pra ti ke lindur në Itali. Nga pikpamja jote, si vajzë lindur dhe rritur në Itali, pra lidhjet me Shqipërinë janë më tepër nga tregimet, nga bisedat që mund të ketë pas me prindit ose edhe me njerëz, me familjar sigurisht që ke të njohur që ke në Shqipëri, por edhe ndoshta në një shok, në një shoqëri që mund të kesh krijuar gjatë viteve në Shqipëri. Si mund të perceptohet ose çfarë ndihme, çfarë influencë mund të ketë diaspora
diaspora që është e përfaqësuar nga ne ose nga këto që Shqipërinë e kanë përjetuar pak më shumë se ty, edhe diaspora që je ti ose ata si puna jote që Shqipërinë faktikisht nuk e kanë përjetuar ndonjëherë. Domethënë çfarë influencë mund të kemi neve si diasporë në këtë protest edhe në këtë lëvizje të madhe që po ndodh tash në Shqipëri? Në rastin e protestës e tanishme? Po. Okej. Në rastin e protestave të tanishme mendoj që diaspora mundet të ndihmojë për faktin e impaktit mediatik, sidomos për shtetet e Europës që të shohin çfarë po ndodh atje, sepse siç po thoshin dhe vajzat çfarë në Shqipëri mediat po mçepin çfarë po ndodh dhe detyrimisht dhe shtetet këtej nuk e dinë se çfarë po ndodh se jo përmjet rrjeteve sociale, ndërmjet TikTokut apo Instagramit, se përndryshe në televizor një person i moshës tret nuk mund ta di se çfarë është duke ndodhur atje dhe se për të cilin motiv janë duke protestuar. Për më shumë edhe sepse për shembull dhe mund shikojnë pankartat, po janë në gjuhë mbase shqip dhe ndoshta nuk e kuptojnë mjaftueshëm mirë çfarë është duke ndodhur. Dhe diaspora duhet të ndihmojë më shumë për këtë gjë që të përhapet sa më shumë edhe të normal të mbështesi kauzën, por që edhe të jetë një gjë që ta dinë më shumë veta, që të jetë më informative. Sa më shumë gjithëpërfshirëse. Shumë mirë, po ti studion marrëdhënie ndërkombëtare. Je në master, edhe sigurisht ke edhe koleg kursi, koleg studimesh që mund të jenë të interesuar për këto ngjarje, për këtë që po ndodh në Shqipëri. Ke pasur ndonjë bisedë me shokët e tu, me miqtë e tu italian, edhe janë treguar? Jo shumë të drejtën, më shumë me shoqërinë që kam shqiptare, që kam dhe ca në klasë që janë shqiptarë dhe me to kam biseduar më shumë si gjë. Por çfarë thon? Okej, po shoqëria jote shqiptare me të cilët flet, çfarë shprehin, çfarë thon, çfarë mendimesh kanë për këtë gjë? Kanë dalë bashkë me ty? Po. Disa vajza kanë dalur me mua dhe jam me të njëjtin mendim si gjithë rinia, le të themi, dhe disa nga këto vajzat janë edhe lindë rrit atje dhe ndoshta kanë dhe një percentim pak më të ndryshme se mua. Okej, shumë mirë, faleminderit goca. Do kaloja prap ke Ornela tani dhe do kaloja nga pjesa e protestës në Itali, në diasporë, doja të dija pak mendimet tuaja për sa i përket momentit historik ku jemi, ku është Shqipëria, ku ndodhet Shqipëria, edhe përgjithoj sigurisht gjithë shqiptarët. Tashi, siç tha edhe Senka Shpari, Ornela, në Itali shprehen, në Itali po jo vetëm, edhe këtu në Gjermani, unë ndodhem në Gjermani, pra në gjithë Europën kanë shprehur gatishmërinë për të qenë në protestë gjitha shoqatat ambientaliste, sepse protesta ka filluar pas një ngjarje pas atë ngjarjen famkeqe në Zvërnec, por shumë shpejt ajo u shndrua në një çështje më të madhe shoqërore. Neve kemi thënë, ndoshta është mbledhur gjithë mlefi po flasim për këto 35-36 vitet e fundit, domethënë pra që nga rënja e sistemit komunist, pra nga vitin 1990-91 e deri më sot. Prindrit tanë shpresonin që të kishte një ndryshim rrënjësor mbas rënjes së atij regjimi, ndryshim rrënjësor që mund të themi që nuk ka ndodhur kurrë, ka ndryshuar shumë gjëra, por nuk kanë qenë rrënjësore, sigurisht nuk kanë qenë gjëra që neve ose ata prisnin atëherë kur protestonin vet, edhe sot jemi prapë këtu. Çfarë mendon? Sot themi që jemi akoma në tranzicion. Domethënë nga vitin 1991 edhe deri sot neve themi që gjendemi akoma në tranzicion politike. Çfarë mendon
do ketë akoma tranzicion, ka kuptim akoma tjetë ky tranzicioni, apo ka ardhur momenti që të mbyllet? Si pas mendimit tim, ka ardhur momenti që të mbyllet të përfundoj, sepse nuk mundemi më që t'jetim përpara me diktaturë, me manipulime, me gjëra që bëjnë pa dijenin tonë. Ka ardhur koha që t'japin fund gjithë këtij sistemi që nga rrenja dhe Shqipëria ka nevojë për njerëz të rinj, njerëz të frymëzuar, njerëz që duan vendin edhe që mund të bëjnë çdo gjë për të. Nuk mundet më që atëherë populli do shtet, nuk do pushtet. Të mbash vendi me diktaturë akoma në 2026, të heqësh lirinë e fjalës, të bësh dhunë psikologjike, kush është në administrat, që nuk duhet dilni në protestë, nuk duhet të protestoni për të drejtat e juaja. Për të gjitha këto gjërat nuk mundet më që të vazhdojmë më. Tranzicioni nuk ka mbaruar, edhe pse themi që ne jemi në demokraci, por Shqipëria nuk është në demokraci. Edhe kjo gjë duhet të mbarojë. Ai duhet të tërhiqet, duhet ta bëj patjetër të, nuk duhet më që të rri asnjë sekond për çdo gjë që ka bërë. Shqipëria ka nevojë për spitale në fillim, për ujë, për drita, për një jetesë më të mirë, për rrogat, për pensionet e prindërve tanë që në ato pensione që sharaki që marrin, nuk arrin dot të mbarojnë muajin për të marrë ilaçe, jo më për të ngrënë. Që po mos kishim neve këtej në diasporë që të ndihmonim, nuk e di se si mund t'ja rrinin, domethënë prindrit tanë që jetonin në vend. Çmimet janë në fund të qiellit. Jetesa është bërë shumë herë më shtrenjtë nga çdo gjë, biles është bërë ka arritur dhe Italinë me çmimet që janë atje. Domethënë, gjitha kjo gjë nuk është e mirë për vendin tonë dhe Shqipëria përpara se të bëjë. Ne nuk jemi kundër investimeve. Shqiptarë nuk është se janë kundër investimeve, ne duan që të investojnë në vendin tonë. Por të fillojmë siç është e duhura, të fillojmë nga këto gjëra që janë parimore. Në çdo qytet të ketë spitale, të ketë administratat e duhura, të ketë ujë, të kenë dritat. Pash parë një video që tregonte një zotëri në Don Bosco që kishte 2 ditë pa ujë në Tiranë. Dhe është kulmi që përpara se ne të bëjmë këto hapa kaq të mëdha, të bëjmë rezorte me 5 hyje që pastaj nuk na duhet fare, popullit nuk i hyn fare 5 hyje, sepse populli çfarë do përfitojnë nga këto rezorte? Nuk përfiton asnjë gjë. Kështu që përpara se neve të bëjmë, domethënë që ai merr këto vendime, dhe që njerë duhet të pyesi populli, një drejtuesi një shteti, një vendi, duhet përpara të pyesi popull të marrë mendime, jo të bëj në kokën e vet që unë e bëra dhe të bëj gjërat çeura si poshtë tavolinës. Nuk ekziston. Domethënë, për ta përfunduar, Shqipëria duhet të dalë nga kjo epokë. Tu ka ardhur fundi. Këtë herë ne duhet të dalim, domethënë nga gjithë kjo rrenjë faqefort. Ai duhet të dorëhiqet edhe mjafton. Duhet t'ia lëmë rinis. Faleminderit Ornela. Se nga pash që gjatë gjithë kohës që foli Ornela ti bëje po me kokën, domethënë më mendoj edhe besoj se je dakord me ato që tha Ornela deri tash. Ky sistemi sipas teje është i mbajtur vetëm nga ai zotëria që është në krye të pushtetit të qeverisë, apo është më e gjerë situata? Domethënë ky tranzicioni po çohet përpara vetëm nga ai në mënyrë me dashje apo pa dashje, si të themi, apo shef edhe ndonjë përgjegjës tjetër në këtë situatë? Pra është vetëm Edi Rama kur neve bro, them neve se edhe unë kam qenë protest, kur ne bro rasim Rama Burg Berisha Burg, përveç se nuk besoj se nga një protest mund futet burg askushi, po domethënia e kësaj është neve duam vetëm që Edi Rama të iki, apo neve duam, ose protestuesit duan që si Edi Rama, si gjithë establishmenti politik aktual në Shqipëri të japi dorëheqjen edhe të lejoj vendin që të eci përpara? Absolutisht.
gjithë sistemi politik dhe partijak në Shqipëri në këto 35 vitet e fundit ka qenë një korrupsion i pafund, domethënë, një korrupsion i babzitur, edhe kjo na ka çuar deri këtu. Unë gjatë këtyre viteve, kam 15 vjet që merrem me emigracionin, edhe shoh nga ana, domethënë, e emigracionit, emigrantëve që arrin këtu në Itali, se në çfarë pike është duke arritur Shqipëria. Sigurisht ajo, domethënë, pamja me ato drita, me ato shkëlqime, duket shumë e bukur. Por kur I futesh akoma më thellë, edhe unë zakonisht kthehem në Shqipëri paktën 2-3 herë në vit. Dhe shoh akoma në gjithë këto vite ujtin me orar, energjinë elektrike me orar, pensionet 200 euro, më rënqithet mishi, nuk e duroj dot, sepse do me thënë që në gjithë këto vite asnjë nga sistemi politik, asnjë nga grupi politik ka menduar për Shqipërinë, me të vërtetë. Ka menduar vetëm për të ruajtur atë rolin e vet, pushtetin e vet, për të fuqizuar akoma më shumë atë pushtet që kanë marrë, edhe nuk kanë bërë interesin publik, nuk kanë bërë interesin e shqiptarëve. Është e pamundur që infrastrukturat në Shqipëri t'jenë akoma në atë grad, do me thënë që asnjëri nuk e ka marrë parasysh, nuk e ka marrë përsipër, nuk ka marrë përgjegjësi në gjërat bazike, në të drejtat bazike të njerëzve. Kjo do me thënë që edhe do me thënë gjithë sistemi deri në rrënjët e saj është ndërtuar në atë mënyrë që mos të flasin, që të bëjnë atë që thot I bosi, I madhi. Kjo është problemi, që mungon demokracia, sepse nuk janë edhe sistemi I drejtësisë nuk guxon të heci përpara, nuk guxoj të bëj drejtën, sepse janë disa raporte, disa lidhje që kanë krijuar një rrjet jo demokratike, që do me thënë ka krijuar në gjithë këtë kohë një si tip grupi pushteti që nuk mendon vetëm për interesin personal, duke bërë akorde personale që nuk I duhen shqiptarëve, I duhen vetëm interesit të atyre, edhe kanë lidhur sigurisht lidhje me raporte me Europianën, me Europën edhe me ato shtetet që në Shqipëri vinë jo për interesin e shqiptarëve, po për interesin e tyre. Jemi në të njëjtin mendim, në këtë pjesë. Kështu që shqiptarët, edhe ato shqiptarë që mendojnë që këto njerëz, këto amerikanë, këto izraelianë, këto çatjen që vinë në Shqipëri, vinë për të mirën e shqiptare, për të hedhur lek, e kemi parë në këto 35 vjet që janë duke bërë. Kanë marrë, kanë kolonizuar, kanë shpërdoruar të gjithë pasurinë natyrore, të gjithë pasurinë që ka Shqipëria. E njerëzit vazhdojnë duke ikur. Ky është problemi më I madh. Do vi një ditë ku diaspora do jetë më prezente se sa populli brenda Shqipërisë. Po, më vjen të mendoj që është kjo që ato duan, që të pastrojnë Shqipërinë nga shqiptarët, kjo është pastrim etnik. Edhe pastaj të bëjnë çfarë të duan me Shqipërinë, t'i shesin copa, edhe ndryshimet e ligjeve po e tregojnë se ku kemi arritur. Është normale që pastaj njerëzit çohen në protestë çdo ditë sepse I ka arritur thika deri në kock. Nuk durojnë më, është e pamundur. Kur ti më flet për rezorte, për miliarda, nuk është e papranueshme që pastaj të kenë njerëzit me ujë. Unë kam qenë në Shqipëri javës që kaloi, u ktheva një ditë para se të ndodhte protesta në Zvërnec. Po. Isha te daja im, e më thoshte, ja do pres ujtin kur të vi. Po qa fletere, akoma me 2026 në Shqipëria me ujë e me energji elektrike, pastaj këtë anë tjetër në ty më flet për rezervati. Kjo është besoj një prej arsyeve që
përfundimisht edhe thoja shqyqyr që bëri që njerëzit të ngriheshin edhe të dilnin, edhe të vazhdonin të dilnin. Sot është dita 16 apo 17? 17. E 17 të protestave, por pak para se të lidheshin bashk, po shikoja, po ndiqja live-in në ato që shqyqyr zotit më në fund pranuan që ta jepnin live mediat, televizionet shqiptare, dhe u habita sepse sinqerisht mendova se mbas fundjavës që kaloi, mbas fundjavës së fundit do zbëhej pak pjesëmarrja, por nuk ka ndodhur kështu, madje po mbaj një pjesëmarrje madhe, edhe pritet, me që lexojmë në rrjetet sociale, pritet që edhe këtë fundjavë të vinë emigrantët përsëri. Sara, një pyetje do kisha unë për ty tash, ose më sakt do të kaloja pyetjet që i bëra Ornelës edhe Senkës, do t'i kaloja ty, por do të kërkoja një reflektim gjithmonë duke u nisur nga pozicioni jot, që është ai pozicioni një vajze që ka lindur në Itali edhe ka parë Shqipërinë gjithmonë nga jashtë. Edhe unë nga jashtë e kam parë, po. Ti je më interesante në këtë pjesë. Po. Atëherë, unë sigurisht e kam ndjerë më shumë diferencën, sepse jam rritur këtu dhe këtu nuk kemi patur ndonjëherë probleme, për shembull siç po thoshte edhe Senka, për pjesën e ujtit ose për shumë gjëra tjera që atje çdo herë që shkoja, dhe thjesht për shembull mjetet e transportimit, një shembull shumë banal që mund të jetë, sepse këtu jemi mjaftueshëm të zhvilluar në këto gjërat, edhe kur shkoja atje më dukte pak si më mbrapa kjo gjë, dhe më dukte një gjë shumë e çuditshme. Pavarësisht se tani për shembull në vendet më qytetare janë zhvilluar si gjëra, po prap ka vende në përfshatra ku njerëzit nuk kanë as bukë të hajnë, nuk kanë drita, nuk kanë ujë. Kanë vështirësi të ndryshme, po. Po, edhe fakti dritave që çdo 1-2 u ikshin dritat, më dukte një gjë shumë absurde kur kam qenë e vogël, sepse isha mësuar këtu me gjithë, le të themi, të mirat, dhe kur shkoja atje më dukte një gjë shumë e çuditshme, thoja ku jam këtu, dhe domethënë është okay më përpara, por është problemi që këto janë gjëra që ndodhin akoma sot që jemi në 2026. Dhe kjo ka qenë më shumë përshtypja ime e më parshme. Pastaj atëherë unë do të thoya që unë jam bidhe nga një vend ku në kohën është zhvilluar pak më shumë, sepse unë kam shtëpinë në Golen në Shqipëri, edhe janë duke e shfrytzuar dhe atë si vend turistik, dhe janë duke ndërtuar shumë pallate, shumë resorte, shumë gjëra që, domethënë, unë mbaj mend kur kam qenë e vogël, Goleni ka qenë një vend plot me pisha, me natyrë, dhe tani nuk ekzistojnë më, sepse i kanë shuar komplet, dhe ka vetëm resorte dhe pallate, shtëpia, është komplet beton. Okej, shumë bukur, më dhe një asist shumë të bukur, se edhe unë kam qenë në Golem, tash edhe unë në privatësinë time kam qenë gjithmonë shumë nuk e di, kam ngelur gjithmonë shumë keq për pjesën e Durrësit dhe të Golemit. Ti vjen nga aty, ndoshta ke edhe kujtime kur ishe më e vogël, siç the, që ka qenë shumë ndryshe. Çfarë mendimi ke? Çfarë domethënë ti që vjen nga jashtë dhe e shifje vit pas viti duke ndryshuar, unë nuk do ta quaj kurrë zhvillim atë. Çfarë mendimi ke? Çfarë ndjenjash të nxirrte të nxirrnin këto pamjet? Edhe ky ndryshimi.
Okej, atëherë, kur isha më e vogël, mendoja se ishte një zhvillim në sensin pozitiv, sepse në disa aspekte kishte edhe ca përmirësime, po në të njëjtën kohë kur rritesh kupton që nuk është vërtet një zhvillim i duhur, sepse në të njëjtën kohë kur janë duke bërë këto zhvillime turistike, mungojnë shumë gjëra tjera, ose thjesht një gjë shumë banale, punëtorët shtetëror në çdo rast që ti e duke bërë diçka burokratike, janë të korruptuar. Ti nëse je plek ose nëse je fëmia i dikujt që është i rëndësishëm në atë vend, ke avantazhe, ndërsa nëse nuk je lek ose nëse nuk je asnjë i rëndësishëm, ato gjërat burokratike do duhen shumë kohë për t'i bërë, dhe kjo është një gjë që është komplet pa sens. Shumë faleminderit. Do kaloja ke pjesa e fundit të këtij bashkëbisedimi. Doja të filloj edhe një herë nga Ornela në fakt. Ti fole çpari për ti dhe Senka fole çpari për infrastruktura. Njerë duhet të themi një gjë se nga që ndjek pak a shumë edhe çfarë ndodh në Lushnjë, se kam interesa vet. Kam vënë re, edhe ti mund ta dish shumë mirë këtë pjesë, kam vënë re gjendjen në të cilën gjendet Spitali Lushnjës. Ke qenë së fundmi, ke dëgjuar, ke parë, ke folur me dikë që të ka treguar se është vërtet besoj një nga shembujt më të mëdhenj për këtë situatë. Po, pikërisht. Më ndodhi pikërisht vjetë që më doca kur ishin atje në kurs, edhe më dhe të shkoja, por sa pash kushtet e spitalit, nuk puta sken për të brenda. Kam ikur direkt, sepse nuk mund të shikoj, ishte një sken, që mua do më ngelin mendje dhe të kuptohem që nuk kam për të shkelur me në spital atje. Ishte komplet, të me thënë, lozë në minë brenda në kopshtin e spitalit. Një gjë që nuk është parë në asë një, të me thënë, edhe një ditë shtosh, besoj që do jetë akoma më gjënke se ati tek neve. Kushtet katastrofike, nuk kam fjalë që të them, u detyrova që të merja, të pasoja në një privat, të vizitoj atje dhe u detyrova që të merja një infermiere në shtëpi që gocës t'i bëni serume. Bëja serumi në shtëpi, sepse me kushtet atje, si ishin, mund të merre, nuk e di, ndonjë smundje tjetër që jo ndonjë, po smundje akoma më të ndryshme. Nuk, domethënë, gjendja është shumë skandaloze. Është shumë skandaloze dhe për të ardhur keq. Asnjëri nuk vë dorë. Sado që mundohet që të flasin, domethënë kam bërë vetë protest para pak ditësh që pasi pak më të ishte ngritur në tëm Lushnja të spitalet, sepse çdo ambient të spitalit nuk është vetëm për shembull pediatria, por është çdo ambient, si ku ta di unë, në kirurgji, tek emergjenca, në çdo lloj gjëje. Nuk ka, domethënë aparaturat nuk ekzistojnë. Struktura është veç duar të kokë, nuk ka krevate, nuk ka asnjë gjë. Nuk e di domethënë. Është vërtet, ishte vërtet thash unë po e ndigja, po është vërtet për të ardhur keq gjendja. Duke u nisur nga kjo, si e mendon, si shpreson që mund të vazhdoj protesta edhe në momentin duke marrë kuptohet të dy skenaret të mundshme, pra që thirrjet për dorëheqje edhe për ndryshim të shkojnë në vendin e tyre, ose edhe duke marrë skenarin më të keq ku thirrjet për ndryshim nuk do marrin asnjë drejtim, nuk do ketë ndryshim, protesta shuhet. Si do jetë vazhdimësia pastaj? Si mendon, si shpreson ose si e ndërron që të jetë vazhdimësia pastaj pas protestës? Tani, në qoftë se në këtë që kemi arritur, në qoftë se kjo qeveri, domethënë gjitha flasim që nga rrenja e kësaj qeverie nuk do rriqe, në qoftë se neve si popull nuk arrim të marrim, domethënë këtë rezultat që ne duam të fiksojmë në shtëpi të gjithë ta,
sipas mendimit tim, Shqipëria nuk ka për të bërë asnjë. Nuk ka për të ndryshuar më asnjë gjë dhe pastaj është për të ardhur keq qoftë do shifojmë që njerëzit do fillojnë të ankohen akoma edhe nuk e di, duhet me patjetër që këtë qeveri, domethënë flas jo vetëm këtë, por gjithë, domethënë që nga rrenja 35 gjitha klasa politike aktuale. E gjitha klasë. Unë jam që të bëjmë, si thonë italisht, pjaca pulita. Nuk kemi më nevojë për këta njerëz, sepse gjithmonë jemi mësuar, ikën njëri hajde tjetri, ikën njëri hajde tjetri. Edhe populli nuk mundet më, përderisa populli është në shesh, është ngritur, diaspora është ngritur, ai nuk e kuptoi më, domethënë që rri aty dhe ka mbull, duhet të dorëhiqet direkt, duhet t'japi dorëheqje. Neve kemi nevojë për njerëz të rinj, kemi nevojë për rini, ne kemi rini, ja siç e kemi shembullin këtu, edhe me vajzën tonë që ka lindur dhe në Itali, që është një shembull, është e zgjuar, neve kemi nevojë për ta, nuk kemi më nevojë për ta ujqit e vjetër, si mund të them në thonjza. Kemi nevojë për mendje të reja, për revolucion. Siç e ka marrë emrin dhe këto protestat, kemi nevojë për revolucion. Kemi nevojë për një Shqipëri të re. Vend të mirë për vendin tonë, që dhe një ditë të kemi mundësinë të kthehemi, qoftë se vendi jon ndryshon. Edhe do ndryshojnë të gjitha domethënë sistemi, unë jam e para që them jam e gatshme të kthehem në vendin tim direkt. Do ktheheshe nëse ndryshon të situata. Unë kam 20 vjet në Itali dhe unë nuk kam pasaportë italiane, unë kam pasaportë shqiptare. Unë jam e para që kthehem në vendin tim. Bravo. Edhe këtë gjë e them me shpirt. Jam rritur me këtë frymë nga prindrit e mi që janë njerëz të thjeshtë, njerëz punëtor. Kam parë gjithmonë hallën e tyre, nuk janë përfshirë me asnjë klasë politike, me asnjë njerëz që kanë frymëzuar gjithmonë me këtë gjë që Shqipëria është vendi im ku kam lindur, ku jam rritur deri në një farë moshe dhe unë ndërroj që të them vendin tim. Qofse do ndryshoj, unë jam e para që të them urgjent në vendin tim. Shumë faleminderit, shumë frymëzuese sepse nuk janë shumë ata që e shprehin këtë gjë. Ndoshta e mendojnë, por nuk janë të shumtë ata që e shprehin. Senka, ti si mendon? Ti edhe ke studiuar edhe shkenca politike dhe merresh je në këtë botë. Mbas kësaj proteste ose pjesa post protest, si mund të jetë ose në mendimin tënd si duhet të jetë? Çfarë duhet të ndodhi mbas protestës në rastin më të mirë që sistemi, klasa politike e vjetër të iki, edhe çfarë duhet të ndodhi më pas? Atëre, unë e filloj nga aspekti negativ, nga ana negative e imja, që kemi të gjithë në shqiptare, domethënë. Po, s'kemi pas gjithmonë atë traumën e migracionit, jemi gjithë të dëmtuar nga kjo anë, kështu që e kemi këtë vesë. Atëre, unë duhet të jem çik më konkrete, prandaj më vjen mendime negative sepse jam duke parë edhe evolucionin si po ecën politika në Itali edhe në Europë. Edhe kjo gjë është duke më vënë shumë frikë. Në cilin aspekt? Sepse mendoj atëherë unë nisem nga aspekti i imigracionit, domethënë menaxhimi i imigracionit, nga ligjet që bëhen për imigracionin, aty shifet në çfarë pike është kualiteti, cilësia, domethënë e zhvillimit, cilësia e demokracisë. Jemi duke shkuar drejt mbylljes, drejt trajtimit njerëzor të njerëzve, drejt një trajtimi, drejt shfrytëzimit të njerëzve deri në kockë. Dhe këto gjëra ndodhin në Shqipëri, po ndodhin edhe në Itali, ku punëtorëve japin flak sepse kanë kërkuar të drejtat e veta. Kështu që jemi, domethënë, kam nga një anë jam nuk ke ndjenja pozitive. Nga një anë jam e zhgënjur sepse mbas këtij projekti janë projekte më të mëdha, është marrëdhënia, është akordi me Melonin, me Italinë,
Prandaj Italia nuk flet. Sepse por Po, kemi pjesën e gjadrës me qendrën e... Na bjen edhe Meloni, na bjen ato qendrat që kanë paguar 670 milion. Na bjen gjithë politika tani në Europë është futur pakti i ri, ligji i ri mbi imigracionin, duke marrë për shembull sistemin e Shqipërisë. Kështu që Shqipëria edhe Europa ka intereset e veta. Ka intereset e veta sepse Shqipëria është një kufi. Pra ti mendon se për intereset e jashtme mund të influencojnë më shumë se sa lëvizja qytetare në mbarvajtjen e protestës. Atëre, kjo është ana pozitive e imja. A kjo është pozitive? Jo, prit kjo pozitive. Në rregull. Ana e protestës sepse shqiptarët kanë ngjallur gjithë atë, një ndjesi kundër sistemit që shfrytëzon njerëzit, kundër sistemit demokratik që sidomos në Shqipëri ka arritur një pikë të lartë, por që është duke përhapur edhe në Europë. Kështu që gjithë ky shfrytëzim, gjithë kjo, gjithë këto sakrifica që njerëzit kanë bërë, kanë ndjerë gjatë gjithë jetës si migrant këtu, tani ka arritur pikën e fundit. Edhe kjo gjë ka ngjallur diçka rivolucionare këtë ndjesin kundër sistemit që shfrytëzon njerëzit edhe në italianët, sepse të njëjtat probleme janë duke ndodhur në Itali dhe po ndodhin në disa vende tjera. Unë jam rritur në Puglia, në jugun e Italisë, edhe aty ky projekt po vazhdon atë kolonizimin e vet, sepse janë duke shitur plazhet, janë duke shitur ujtin. Ishulli i Sazanit e dim shumë mirë që është një pikë ushtarake dhe është afër kanalit Otrantos. Janë 70 kilometra, aty poshtë kalon gazi, aty kalojnë gjitha anijet, aty kalojnë gjitha i pushteti që do të marri Kushner, Trump o ato që duan të futen në këtë akord. Kështu që ka diçka akoma më të madhe, akoma më frikse. Më friksuese, po e kuptoj. Mendon se kjo protesta mund të ketë një mbarvajtje? Mendon se kjo protesta mund të ketë mbarvajtje? Atëre, nëse ne organizohemi, sepse protestat duhet arrijnë në një pikë, edhe unë them që pika duhet jetë, shpresoj një qeveri teknike e përbërë me njerëz, kam parë një letër që kanë dërguar organizatave, institucioneve, arkitekt, inxhinier, shqiptar të diasporës, duke vënë në shërbim të shtetit gjithë përvojën e tyre, gjithë eksperiencën e tyre, sepse ne kemi ikur nga i vend, por kemi marrë disa eksperjenca që mund t'i duhen dhe janë tepër të larta, janë me cilësi dhe mund të ndihmojnë ndërtimin e një Shqipërie të vërtet. Nuk kemi nevojë të shkojnë të kërkojmë arkitekt nga Danimarka, nga Japonia, nga Indonezia, ku dëgjoj unë, po i kemi, mund t'i prodhojmë në shtëpi. Mund t'i unë mendoj që Shqipëria ka të gjitha kushtet, duke filluar nga pasuria natyrore deri te ajo njerëzorja, për të qenë vendi më i zhvilluar, më i bukur edhe si riferiment për gjithë botën. Prandaj kjo që po i bëjmë është një dhunë që po i kanë bërë edhe po vazhdojnë t'i bëjnë, është një dhunë që nuk mund durohet. Edhe nuk po e durojnë. Sara, edhe italianët. Edhe nuk po e durojnë, edhe nuk duhet ta durojnë më, sepse vjen çdo gjë ka një fund, duhet të ketë një fund paktën. Sara, ti studion marrëdhënien ndërkombëtare, ndoshta do ta kaloja pyetjen edhe ty. E para punës je me të njëjtin mendim, ndan të njëjtin mendim me Senkën, domethënë këtë pjesën negative të gjës, edhe duke ka pastaj anën pozitive. Çfarë mendon se duhet të ndodhi mbas protestës? Cili është hapi më i mirë sipas mendimit tënd mbas protestës për të kaluar vërtet nga një sistem si ky që kemi prej 35-36 vitesh tek një sistem pak më
demokratik ose vërtet demokratik? Atëherë, unë duhet të filloj duke thënë që në këtë rast, në rastin e Shqipërisë është janë shumë të rëndësishme marrëdhënie ndërkombëtare që ka Shqipëria me vendet e tjera, sidomos me rastin e Italisë, siç tha dhe Senka, sepse Italia ka shumë vite që ka një impakt shumë të rëndësishëm ndaj Shqipërisë dhe në momentin në të cilin dhe në Itali do nifet si gjë, domethënë ketë më shumë impakt, mendoj se do jetë më mbështetëse se gjë, sidomos edhe për faktin që Shqipëria është duke ato letra për të hyrë adezionin në Bashkimin Evropian, se s'po vjen fjalë. Aderimin. Aderimin në Bashkimin Evropian, dhe biles sepse është një fakt që ka shkuar deri atje dhe biles këto ditë do diskutojnë faktin dhe ligjit 21/2024 dhe mendoj që mbështetja e një shtetëve të jashtme është e rëndësishme pikërisht për këtë gjë. Dhe mendoj po të njëjtën gjë si Senka që një governo teknokratik. Qeveri teknike. Qeveri teknike. Po, do ishte zgjedhja më e mirë për Shqipërinë, sidomos sepse është në një moment vërtet emergjence dhe në një moment emergjence qeveria teknike do ishte zgjedhja më e mirë. Okej, pra një qeveri teknike për të kaluar ndaj të njëjtin mendim, edhe në këtë rast, një qeveri teknike duke për të kaluar nga sistemi që kanë ndërtuar në 36 vite, por që nuk, domethënë përveç emrit ndoshta, nuk është se ka shumë ndryshime nga sistemi që ekzistonte më përpara, por nëse ky është muhabet tjetër, e bëjmë një herë tjetër, një qeveri teknike. Jo, po thënë, nuk ka shumë ndryshim dhe sepse në ditën e sotshme dhe sistemi diktatorial është një gjë ndryshme sepse në ditën e sotshme ekzistojnë rrjetet sociale. Është një nuk mbyllesh dot. Është një soft power, siç thuhet, soft power, nuk është më pjesa ekonomike ose militare. Është më e mçefur si gjë, por ekziston akoma. Se ka shumë njerëz që mendojnë që sot jemi në demokracinë totale, por që nuk është kështu sepse sot ka mjete të tjera me të cilin e mçefin këtë censurat, ose për shembull një shembull që doja të bëja i rëndësishëm ishte vjet Edi Rama zgjolli të mbyllte TikTokun për një vit për një çështje vrasje një fëmijë në 15 vjeç në shkollë se mendonte që ishte e arsyeshme sepse kalamajt kishin agresivitet vetëm ndaj TikTokut, por mendoj që ka qenë një nga rastet e censurimit sepse atëherë kanë qenë edhe eleksionet që zgjedhjet, po. Gjithçka e lidhur. E kanë thënë shumë analistë që ka qenë më tepër e lidhur me zgjedhjet se sa për një preokupim ose për një keqardhje të vërtet ndaj fëmijëve. Edhe dy gjëra të shkurtra se tash më erdhën në mend, po folëm pak në fillim për mediat, edhe tash Sara foli për censurën. Çfarë roli kanë mediat në Shqipëri? Mund përgjigjet kushdo, vetëm ngrini dorën edhe jepni mendimin tuaj, edhe shumë shkurt, sepse dua t'ju bëj edhe një pyetje tjetër pastaj. Çfarë roli kanë pasur mediat në këto protesta dhe mendoni që mediat punojnë le të themi nga dita e 5 e protestës e tutje kanë filluar të punojnë të nisur nga morali, apo thjesht kanë parë që ndoshta është pak më e duhur tani ti, siç thuhet në shqip në gjuhën vulgare, ti bin Ramës se sa ta ndihmojnë atë. Kush do të përgjigjet? Kush do të filloj? Shumë shkurtimisht, roli mediave. Senka. Protesta në Firenze doli, domethënë, kaq mirë prej mediave. Sigurisht mediat po krijojnë frikë, po krijojnë presion ndaj Ramës. Po flisja për media tradicionale, pra për televizionet edhe për
televizionet i ka pushtuar ai, kështu që nuk janë demokratike, nuk tregojnë të vërtetën. Kështu që normalisht janë të monopolizuar nga Rama, nga ato mesazhet e atij që tregojnë që protesta është fushizuar nga iranianët, nga fascistat, nga UFO-t, desha t'i thojsha, nga gjithë këto, nuk e di. Nga Kosova, nga Maqedonia, nga gjithë. Nga gjithë bota, por prandaj ai ka frikë sepse tani nuk mund ta shtrëngoj kaq shumë litarin, sepse shqiptarët ato shqiptarë që kanë ikur nga Shqipëria janë të lirë, përdorin media tjera ndërkombëtare, edhe po përhapin lajmin, po përhapin gjithë këtë rrjetën e rivolucionit, po organizohen. Ne u organizuam nëpërmjet mediave. Nëpërmjet rrjeteve sociale, se gjithë protesta po organizohet faktikisht përmjet rrjeteve sociale. Edhe influencat, ato artistat janë duke thënë që nuk mund dalin, nuk mund të marrin pozicion mbi këtë protestë sepse kanë interese. Po, sidomos janë të blerë me lek, kanë interese. Nuk po them që le të themi që janë viktima të këtij sistemi. Por viktima mund të jemi pak të gjithë viktima të këtij sistemi faktikisht. Ornela, ti çfarë mendon për mediat? Si i ke parë, sidomos ditët e para të protestës, do thoja unë, se pastaj sigur kanë filluar të nxjerrin më tepër pamjet e të flasin, po mediat, analistat, panelistat, gjithë ata që flasin në Shqipëri, që i pëlqen të flasin në Shqipëri. Normale, edhe sipas mendimit tim, Rama ka fuqinë mbi to dhe janë të detyruar që të paraqisin, domethënë të japin çdo gjë që zoti kryeministër thotë të bëj. Edhe pse pastaj, sipas meje, mbas ditës 5, thuan që njerëzit filluan që të bojkotojnë mediat, mos të japim intervista, mos të flasin në asnjë lloj media. Edhe sipas mendimit tim, kanë filluar që të japin pak nga pak gjërat, sepse panë që edhe njerëzit po i vihesin kundër. Sikurse mund të them edhe domethënë për influencerët dhe për disa artistë që kanë ngritur zërin, edhe prap zoti Rama del aty me këto video absurde që bën, që unë me gjithmonë si thuhet, vergonjon, më vjen që të prezant, më vjen zor që një shteti të dalë aty dhe të bëjë domethënë palacollishe, këto gjërat që as nuk mund të shikohen, as një fëmijë nuk mund t'i bëjë këto gjëra. Që domethënë është e turpshme këto gjëra që po bën ai, do t'i mbulli gojen të gjithë njerëzve, do t'i ketë gjithë në komandim. Që asnjëri nuk duhet të flasë sepse për çfarë po ndodh në Shqipëri. Edhe domethënë në intervistat e para ka thënë që numri është shumë i paktë, janë 2000 veta që protestojnë. Sikurse e pam edhe me gazetaren e njohur të Amerikës, të CNN-it, që i tha që i kundërvjesh i ojkos se nuk ka mundësi, ti nuk di asnjë gjë, ti duhet më dëgjosh mua. Domethënë ai kujton sigur, domethënë edhe mediat jashtë shtetit duhet i kontrollojë ai duhet të ketë në kontroll gjithë botën, domethënë. Ka humbur pak lidhjen me realitetin për sa i përket mediave ndryshe, ndoshta. Edhe më vjen shumë keq kjo gjë që edhe mediat nuk duhet të ngrinë zërin, sepse janë dhe ata aty bashkë në Shqipëri, do jetojnë dhe ata në atë vend, duhet të demonstrojnë çfarë me të vërtetë po ndodh, edhe se cilat janë problematikat, sepse Shqipëria është e të gjithëve. Shqipëria nuk është e Edi Ramës. Edi Rama nuk është askushi që të ngrihet dhe të vetë shesi tokat e shqiptarëve. Që këto toka janë mbrojtur përpara nga kanë vdekur burra për këto toka, na i ka lënë amanet që tokat tona nuk shiten. Ne nuk kemi toka për të shitur asnjëriu. Nëse ai ka tokat e babës vetë shes tokat e babës vet. Të kristaqit, kurse neve si shqiptarë nuk duam të shesim asnjë tokë, i kemi për vete. Sara, nuk do të pyes edhe ty, nuk do ndaja, unë e thash që në fillim, nuk do të ndaja Edi Ramën ose Partinë Socialiste nga të gjitha të tjerat, nga Partia Demokratike para, nga Sali Berisha, domethënë që na pëlqej ose mos na pëlqej, ka qenë i pari që doli në vitin 91,
nga sistemi diktatorial, edhe sot që është mbi 80 vjeç akoma e kemi aty që del nëpër media, po në ato media që bëjnë punën e Ramës, del po në ato media edhe del duke buzëqeshur, duke thënë u ktheva unë sepse i hoqën kufizimin e vizave. Sara, ti sigurisht që ndjek më shumë mediat sociale se sa mediat tradicionale në Shqipëri, besoj, po ndoshta ke ndjekur diçka. Si të është dukur qasja e mediave tradicionale në Shqipëri, ditët e para të protestës, edhe tani që kanë kaluar 16 ditë, 17 ditë? Atëherë, dhe unë mendoj që mediat janë të monopolizuara nga pushteti dhe prandaj nuk kurse tregojnë gjithçka që është duke ndodhur, dhe kjo është një anë negative sidomos për njerëzit të moshës tretë që ndoshta nuk kanë rrjetet sociale ose njerëzit që jetojnë në fshat që nuk kanë mjetet për të parë çfarë është duke ndodhur, dhe ato shohin vetëm një përgjigje ose jo përgjigje, por anën që pushteti ose qeveria don t'i tregojë këtyre njerëzve, siç tha dhe Ornela që Edi Rama doli në televizor duke treguar, kanë qenë thjesht 2000 veta, ato që shifnin nëpër rrjetet sociale është inteligjenca artificiale, se dhe shpërdorimi inteligjencës artificiale mund ketë normalisht edhe aspektet negative, si për shembull fillimisht kjo si noticia si lajm doli që izraelianët kishin vënë atë kufirin në Zvërnec, kufirin në Zvërnec. Normal që në disa raste nuk është përdorimi mirë i inteligjencës artificiale, por që Edi Rama ishte duke justifikuar këto që janë duke dalur në rrjetet sociale që dhe protestat janë me inteligjencë artificiale, kur në atë rast nuk ishte vërtet. Kur neve kemi parë vetë që protestat nuk janë me inteligjencë artificiale, po janë me inteligjencë natyrale. Ishte thjesht duke justifikuar veten, ndoshta edhe për shtetet e jashtme më shumë, jo vetëm për njerëzit brenda shtetit, se është duke u friksuar. Edhe përdorimi i rrjeteve sociale të veta, sepse unë që e ndjek sepse jam kurioze të shoh çfarë publikon çdo ditë publikon 3 ose 4 postime të ndryshme, gjëra që më përpara nuk është se bënte në mënyrë kaq të vazhdimisht, por që postonte ndoshta gjërat që u zhvillonin në ana turistike, për shembull rregulloi një qytet ose gjëra të tilla, ndërsa tani rregulloi një rrugë. Po, kurse tani është duke hedhur gjëra sa për të mbrojtur më shumë veten. Një gjë që më ngeli shumë në mendje ishte dhe kur ishin duke bërë protestën, ishte dikush me një flamur LGBT-s dhe i thanë me hequr këtë, dhe ai e hodhi në Instagram duke hedhur poshtë protestantët duke thënë që këto nuk janë LGBT friendly, kur sa për të mbrojtur veten, treguar që këto nuk janë njerëz që bëhen për saktësi ai flamuri. Po, fal. Mund ta kem bërë dhe thjesht sepse nuk ishte ajo kauza e protestës. Tani unë nuk e di se nuk është du me mbrojt. Jo, nëse mund të ndërhyj pak, një sekond, ai flamuri pastaj u faktua që nuk ishte flamuri LGBT-s, po ishte një flamur nga ato me mbishkrimin peace. Ishte flamuri paqes. Kështu që i bie dy herë pretendimi kryeministrit. Domethënë ky tentativë instrumentalizimi të protestës, të gjërave që ndodhin brenda protestës. Nëse mund të shtoj unë një diçka të shkurtër për mediat, sepse kam parë domethënë që në fillim ishte shumë i revoltuar, me të thënë drejtën, me media dhe me sjelljen e medjave në Shqipëri, sidomos ato ditët e para ku pothuajse protesta nuk pasqyrohej fare, nuk dilnin thjesht pak lajme gjatë ditës ku thoshin që po ndodh një protestë, ndërsa
edhe po të ishim në vitin 90 ku prindrit tan Senka edhe ti besoj se të kujtohen ato kohët ku neve merrnim sinjalin e televizioneve të RTS-s nga Saçi i famshëm që e lëviznim ke balkoni ose ke çatia. Në atë kohë ndoshta do funksiononte kjo gjë. Domethënë në jashtë, në diaspora askush nuk do e vinte ujë në zjarr, si themi në gjuhën popullore, për në një protestë të mundshme siç ndodhin rëndom tashi me protestat e Tik Llapajt, me protestat e Sali Berishës, me protestat e njerëz ose të tjetrit, ndërsa tani që nga dita e parë gjithë Shqipëria, po edhe neve, sidomos neve në diaspor, kemi arritur të lëvizim edhe të vijemi në lëvizje, pikërisht sepse kemi shumë akses në media tradicionale, po kemi akoma më shumë akses në rrjetet sociale që na kanë treguar që ajo protestë që në fillim nuk pasqyroi fare, ishte në fakt një nga protestat më të mëdha që ka ndodhur në Shqipëri që prej vitit 1991. Edhe kjo besoj se është një fat i madh për Shqipërinë edhe për gjithë shqiptarët. Shpresoj që do dim neve të gjithë bashkë, sepse vë edhe diasporën edhe Shqipërinë, shoqërinë shqiptare i vë në të njëjtin thes. Shpresoj që neve do dim ta përdorim në mënyrën më të mirë të mundshme. Kam edhe vetëm një batut do kërkoj nga juve, sepse po shumë të shkurtër, një fjali duke filluar nga Senka. Po lexoja çpari, po mbaj telefonin sepse po lexoja deklaratën që doli në faqen pikërisht të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Kishin hedhur një fotografi me një deklarat të Taulant Ballës, të kryetarit grupit parlamentar, që thoshte protesta nuk po bën interesin e Shqipërisë edhe të shqiptarëve sepse po dëmton turizmin e huaj. Juve jetoni në Itali, sigurisht keni plot shok edhe miq shqiptar, italianë, kemi thënë në fillim, ju kanë ndihmuar edhe ju kanë mbështetur gjatë protestave. Çfarë do t'i thoni Taulantit ose zotit Balla për sa i përket turizmit të huaj që vjen në Shqipëri në këto momente? Senka. Unë i them që turistat e huaj në këtë moment janë në protestë në Shqipëri. Kjo. Ornela? Kështu që turizmi Ishte shumë e mirë. Mjaftonte me kaq. Që turistat e huaj po kërkojnë tani të vinë në Shqipëri për të njohur Shqipëri më shumë. Sara? Thuaj si të del nga zëmra, nga e bardha zëmër. Që thonë ato s'po mbien gjë në mendje tani. Mund të thuash edhe ç'a than parafolset, s'ka problem. Mund të përsëritemi. Mbështes të dyja të njëjtën gjë që thanë Senka dhe Ornela. Është shumë e vërtet. Madje nga klientët e mi do shkonin tani, domethënë, thanë që ne do të shkonin me ju, po meqense se është protesta, po shkojmë atje që të bashkohemi atyre dhe të përcjellim dhe foto. Bëjmë edhe që protest neve, shumë bukur. Bëjmë, po, nuk ka më bukur. Nuk ka më bukur. Bile se dhe shtoj dhe këtë që disa veta që kanë qenë te protesta jone dhe që domethënë që kanë parë në për rrjetet sociale, gjithë ato që jemi duke bërë në Toskanë, se të drejtën ne kemi qenë të parët që ja filluam me protestën, kemi bërë 2 protesta vetëm në Firenze dhe jemi duke vazhduar të organizojmë në gjithë Toskanën. Kjo gjë ka frymëzuar tepër edhe italianët, ato që na rrin afër, kështu që çdo ditë vijnë komplimente edhe njerëz që e ka hypur ajo, domethënë, energjia pozitive e kësaj proteste edhe nevoja për të kërkuar të drejtë, një sistem të drejtë, janë nisur për Shqipëri. Janë nisur për Shqipëri njerëz që nuk kanë qenë asnjëherë. Duke më shkuar tani Senka po nisen për Shqipëri. Do të çojë video, do të çojë duke më çuar mesazhe, duke më çuar video. Kjo është një gjë Duhet i themi kryeministrit të organizojë më tepër protesta që të vinë turistat nga jashtë. Eksakt.
Eksaktësisht. Jo, shumë frymëzues, ndoshta do jemi frymëzues, mos të tregojmë edhe shumë mendje madh, po tash këto janë zëri i popullit kur I thon. Ndoshta do jemi frymëzues edhe për italianët që të ngrihen më në fund e të ngrihen në mënyrën e duhur, sepse italianët tani kanë traditë demokratike më të gjatë se e jona, këtë duhet ta themi, duhet ta pranojmë. Janë ngritur në protesta shumë më herët se ç'kemi bërë neve, po ka ardhur një moment ku ndoshta edhe ata nuk e kanë këtë guxim. Protestat e radhës në Toskana, dy batuta, një batutë shumë të shkurtër, protestat e radhës në Toskana, kur do jenë, doni t'i ftoni njerëzit, s'doni t'i ftoni, sigurisht që juve duhet ta shpërndani pastaj kur të shkojë online, kur të jetë online në YouTube ky video, duhet ta shpërndani që të paktën njerëzit të dëgjojnë edhe zërin tuaj edhe të frymëzohen akoma më shumë. Kur do jenë protestat e radhës në Toskana dhe ku? Sara. Atëherë, njëra do bëhet në Prato me 18 qershor në orën 7:30, edhe të shtunën në Luka, po akoma nuk është se e kemi organizuar mirë atë për të shtunën. Në Luka edhe Prato. Okej. Keni marrë lejet? Jo. Jo, po pyesa Srenkën për Luka, nuk e di nëse ai ka marrë lejet. Po, për Luka jemi në vijim, siç I thonë, kemi gjetur vendin, po presim atë konfirmën nga autoritetet, por sigurisht do të jetë një protestë e rëndësishme se jemi duke kërkuar të organizojmë protestat në pika, domethënë të ndryshme, që mos jenë shumë qytete po afër, domethënë çik në jug të Toskanës, çik në veri të Toskanës, nga të gjitha anët. Edhe gjëja më e rëndësishme jemi duke kërkuar të krijojmë, domethënë të promovojmë nëpërmjet një grupi personash që mos përfaqësojnë asnjë parti politike. Po. Parti politike. Sepse kjo është duke ndodhur, janë duke ndërhyrë shumë veta nga e djathta, duke marrë përsipër domethënë promovimin dhe organizimin e protestave. Nga e djathta e ke fjalën për të djathtën italiane apo shqiptare? Edhe shqiptare. Kanë filluar ndërhyrjet, po shumë bukur. Po janë në fushat, edhe kjo duket sepse janë zgjidhjet politike këtu, domethënë këtu në Itali mbas 2 vjetësh, edhe plus situata atje, kështu që janë futur gjithë ato njerëz me interesa që duan të shfrytëzojnë këtë situatë për të marrë pushtet, për të marrë karrigen e vet. Dhe kjo gjë më vjen shumë keq sepse të gjitha ne jemi duke bërë çmos që domethënë ajo protestat të mbaj atë origjinalitetin e vet, pastërtinë e vet siç lindi, me ato kërkesat e qarta domethënë për ndryshimin e sistemit, ndryshimin e ligjeve, mbrojtjen e Shqipërisë, sigurisht normalisht në protest marrin pjesë çdo lloj njeriu, por prap promovimi I protestës për interese politike dhe partijake nuk duhet ndalohet në çdo mënyrë sepse I bën keq qëllimit, I bën keq protestës, edhe njerëzit që kanë ikur në ato protesta ku ka qenë shumë, domethënë shumë e fortë kjo, domethënë kjo ana politike, kanë ikur edhe kanë ngelur keq sepse janë zhgënjur, sepse kanë parë një lloj interesi, nuk ka qenë ajo, domethënë nuk kanë gjetur atë frymëzimin e parë që ishte. Po unë jam I bindur që juve do t'ja dilni ta mbani protestën sipas frymës të asaj që ka filluar në Tiranë edhe sipas frymës origjinale. Ju përgëzoj edhe një herë për organizimin, ju përgëzoj për iniciativën, edhe për dashurinë të trejave, në mënyrë të veçantë përgëzoj Sarën, sepse e meriton, por në përgjithësi ju përgëzoj të gjithëve, shpresoj për një mbarvajtje të gjitha protestave që do keni juve në Toskana, për gjitha protestat që do jenë më tej në Itali. Unë shpresoj që të kem edhe përfaqësues të tjerë të protestave të ndryshme edhe të qyteteve të ndryshme ku protestat po vazhdojnë edhe do vazhdojnë edhe në ditët e vijim, edhe që janë lajmëruar për ditët në vijim.
Unë ju falenderit shumë për kohën, për dëshirën edhe për gjitha spuntot që shpresoj që të kemi marrë nga njëri tjetri edhe që t'i jepni, që do t'i keni dhënë atyre që do na shikojnë pak apo shumë, pak rëndësi ka. Ky ishte Rënj për sot. Ju ftoj të vini një like nëse ju ka pëlqyer ky bashkëbisedim, ju ftoj që të vini një follow, të ndiqni faqen tonë në rrjetet sociale. E do shihemi në episodin e radhës me Rënj. Shumë faleminderit. Natë e mirë. Natë e mirë. Faleminderit.